Mirëmbrëma dashur miq, mirë se ritakojmë sërish bashkë dhe takojmë sërish në këtë ditë të hënë. Na keni munguar realisht edhe kjo energjia që ne kemi ndërtuar kështu simbiotike me ju, pafundësisht komente, kemi lënë pas në fakt një puntatë jashtëzakonshme me Majën, një këngëtare shumë e dashur për të gjithë ju publik i dashur, ku jemi kënaqur realisht shumë. Do të vazhdojmë të kënaqemi apo jo Xhiliol? Patjetër, absolutisht, por sot ne kemi zgjedhur një personazh që të gjithë ju e doni. Dhe po të përmend emrin e parë, që ajo ka luajtur një rol të vetin në një spektakël, menjëherë automatikisht e dini se për çfarë bëhet fjalë. Por përpara kësaj, nuk është vetëm një aktore, po është moderatore, është gazetare, është dashamirëse e kafshëve. Madje edhe këngëtare, sepse edhe këngëtare sigurisht. Showgirl, po. Zbulova. Personazhi Luzes, një personazh që ka bërë një shqiptari të tërë në diasporë, kudo që ka pasur shqiptar të dashurohen me ta. Ne kemi kënaqësinë ta prezantojmë sot. Kemi Renada Caci. Mirë se erdhe. Mirë se na erdhe. Tani si mirë me këtë pyetje në zakonshme që kemi ne këtu, si ka qenë kjo periudhë për ty? Tash se a gjete parkim. Edhe kjo shumë problematik në fakt. Pyetje e ditë radhës. Për gjithë ata që na ndjekin. Kam vendosur një lloj paqe me veten. Në kuptimin që kam thënë të bëhet ç'të bëhet, në radhë të parë duhet kemi shëndetin. Në momentin e parë që ne na ngacmon diçka në trupin tonë, menjëherë trembemi dhe aty ndodh reflektimi më i madh. Para disa ditësh pata një frikë të vogël për sa i përket shëndetit, duke qenë se nuk dua ta hapi me Okej, po jo, po është një lloj alarmi, alerti, po që ne të jemi të vëmendshëm ndaj shëndetit, shumë e rëndësishme. Zakonisht njerëzit e mbyllin me mesazhe sensibilizuese. Unë dashje pa dashje dola tek konkretisht po e them, u trëmba. Vajza bëni atë mamografin. U trëmba shumë, ngacmonte. Po dashje s'kisha gjë, por aty fillova pastaj direkt googulloja çfarë duhet ham në kundra kësaj sëmundjes, fillova direkt thash, nata stop. Nuk duhet të shqetësohesh më për asgjë. Më e rëndësishme në jetën tënde dhe te ne të gjithë është vetëm shëndeti. Një mesazh shumë i bukur ky patjetër. Ti bësh të gjitha. Edhe e bukur edhe mesazhi që jep më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë. kështu Jo vetëm muaj tetor duhet të jetë një lloj alerti për vajzat dhe gratë që të bëjnë kontrollin e gjirit, por gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës së tyre, duhet të jenë në vigjilencë të plot për të mos shkuar deri në finale, por për ta parandaluar më mirë se sa për ta kuruar një situatë të tillë. Nuk e di nga vjen, unë them nga stresi, meraku i tepër, stresi i tepër. Ngarkesa emocionale, po shoqëria në fakt është mbushur me shumë toksicitet. Ti ke dhe familjet që janë të mbushura me toksicitet. Kam dëgjuar familje që disa femra rrinë me partnerin për hir të mentalitetit edhe brenda tyre, domethënë, ka vetëm vuajtje dhe dhimbje dhe imagjino. Familje që e prek këtë sitet. Lloj toksiciteti të shkaktoi ty sëmundjen më të keqe në trup dhe ti humb jetën tënde për një mashkull. Është gjithë ideja për një lloj mentaliteti që Dhe Renada ka gjetur rrugën e duhur, dhe jo vetëm Renada, Xhiliola këtu, unë këtu, që kemi kafshë shtëpiake dhe janë ata të cilët na i heqin këtë toksicitet kështu domethënë në kul. Janë terapia më e mirë për ne. E kemi terapi. E kemi gjetur dy sy kaf në të verdh këtu. O dashuria bukur. Se kam 4 sopë bëjnë me radhë në mëngjes, e bëjnë me radhë. Është Mia, është Perla. Mia Perla, Labradori dhe Mini Spici, që ajo është dashuria jetës time. Ato janë raca pak grindavece, mini spici. Përveç labradorit që është pak miqet, labradori është miqet. Janë çik hiperaktiv ata. Po pitbullin me Renada, si e menaxhon? Janë shumë të mira. Unë i kam të gjitha femrat dhe janë shumë të mira, nuk bëjnë fare zhurmë, janë shumë të paqta, por me njëra tjetrën janë xheloze dhe mundohem t'i mbaj të veçuara, me thënë të drejtën. Renada, si nisi kjo dashuria për kafshët? Më trego pak se si ka, që vogël i ke dashur? Po, dëgjoj, fëmia duhet të rritet me edukata të caktuara. E bukur. Mua më ka mësuar familja ime që ti dua kafshët që e vogël, sepse sot ke dhe familje, gjyshërit sidomos e kanë të mentalitetin, mos e prek qenin se do marr sëmundje. Një mentalitet pak e ndryshkur ky që duhet të ndryshojë. I ndryshkur dhe i fyshkur edhe i vyshkur dhe vazhdon të jetë akoma në fakt prezent. Fatkeqësi kjo. Edhe unë që e vogël, domethënë kam pasur qenë të gjysh, janë mbi 300 të cilët kanë ndruar jetë, sepse nga unë e vogël 2-3 vjeçë kam domethënë 300 kanë ndruar jetë gjatë periudhës që unë shkoja shpesh dhe kam nejtur te gjyshja, kështu që i fundit që ndroi jetë atje ka qenë Reksi. Po. Edhe që atëherë, domethënë unë ndjeja brenda vetes, kisha një lloj ndjesie, por nuk ja vija dot emrin, se e fëmijë, kupton? Po. Edhe
për zotin, nuk e di që e vogël, kur më shikonin ato sytë e qenushve, thoja o zot, këto janë... Sikur të thrisni, që hajde më përqafoti mua më mbaj hopa. Nga të gjithë speciet. Qënje që të duan pa pik interesi, të pa djallëzuara, nuk e njohin djallëzin, nuk e njohin keqbërje, njohin vetëm dashurinë dhe dinta përcjellin vetëm atë në fakt. Nuk kërkon asgjë mbrapsht, më thënë të drejtën, vetëm ai shikimi i tyre nuk e di është magjik. Tyre më ka marrë zemrën që e vogël. Edhe aty, pa e zbuluar mirë çfarë lloj ndjesia ishte, unë u dashurova dhe u afeksionova me këtë lloj qenie me 4 këmbë, që më vonë e zbulova. Pastaj kur mora Ajsin, historia Ajsit. Që nuk si parë ka qenë Ajsi, mini spici. Para blej kafsh, unë i adoptoj, por them gjuna tani adoptoni, mos blini, jam dakord që të adoptohen më shumë që të shpëtojnë nga rruga, por edhe ata shkretët që janë për të shitur kush do t'i blej, ata do të fundojnë në rrugë. Shkë mira është që kush ka mundësinë t'i mbajë, se tani shikoj, e di çfarë nuk më qenë, është më abuzive kur shikoj që janë shtëpi vila të mëdha, gjigante, të bukura luksoze të tash dhe lidhin qenin në një cep të oborrit, mundësisht shehur, dhe ai është makabritet. Dhe aty pikërisht duhet ngritur zëri dhe duhet denoncuar, mendoj unë, se të lidhësh qenin atje për cep murit, edhe të vuaj qeni në shi, në breshën të ftohtë, e thuaj ose qeni ka kushte. Po ç'është kjo mundësi njerë, fshatareske që thonë ndonjëherë që, shiko, qeni është kafsh për të qëndruar jashtë. Për të qëndruar jashtë. Dhe të përballojë të gjitha kushtet e natyrës, të motit. Jo, nuk është. Detyrimisht. Qeni është një kafshë shtëpiake dhe duhet kur ti e ke mundësinë që të jetosh në atë lloj luksi të mirë, pse mos të mbarësh 200, me 1 qenush? Edhe të zbukuron ditën, edhe të ndriçon jetën, edhe të bën më optimist, edhe të jep më shumë shpresë, të gëzon, të bën që të jesh më aktiv, më energjik gjatë ditës, të merresh me aktivitet. Është një motiv për dal nga shtëpia, është një trajtim i mirë për shëndetin tonë. Këta njerëz e di si janë. Patjetër. Këta njerëz janë kështu që ku ta shikojnë në një masakër dhe prap nuk ngopen, janë të frustruar zemra. Të frustruar, janë të frustruar, indiferent, neglizhent, por fakti që ata e mbajnë qenin të lidhur në një cep të shtëpisë, të padukshëm të oborrit, mua më indinjon në mënyrë të frikshme. Lëra. Si mendon pse e ka këtë lloj mentaliteti, domethënë pse ka qenë ndrysh kur? Pse nga komunizmi e kemi këtë gjë, sepse shikojmë në perëndim që kafshët trajtohen ndryshe dhe vim këtu kështu. Po pse ne të tillë domethënë? Unë mendoj që janë edhe të frustruar, edhe njerëz të ligjë të cilët nga vuajtjet që kanë patur në jetën e tyre, e nxjerrin gjithë frustrimin tek qeniet më të dobta, që aty duket që janë më dobët. Që çfarë kanë parë se çfarë kanë thyer vesh ato zot. Dhe kanë ngelur thjesht mentalitet ai tani. Kanë ngelur thjesht mentalitet, po s'ka gjë më të bukur se sa tash kur zgjosh në mëngjes 2 syp kafë në të verdhët të restoranti. Të kënaqësh shpirtin. Është Mia, që më ka thënë. Që ke vesh vetë, kam lindur vetë një qenush, ai shumë e do. Sa bukur. Ne nuk e shkuptohemi nga ajo më bëri mua që ma dyfishoj dashurinë për kafshët, më dha një shembull tipik që ne jemi pashja dhe terapia jote. Ajsi është 13 vjeç, shumë aktive. Mashallah sa shumë ka. Uroj të ketë jetën më të gjatë dhe do ndodhi një ditë. Por uroj që ato ditë kur të ndodhi, mos jem duke xhiruar ndonjë gjë se do t'i thyej të gjitha. Ua! Dgjoj, mos më bëj emocionale mua. Janë ca video reels kështu që dalin në Instagram edhe janë këto pronarët e qenushve që japin lamtumirën e fundit qenushit të tyre. Sinqerisht e kam. Mua më brekin shumë emocionalisht. Nuk pranoja kurrë që t'i bëja gjë për në. Po si ta bësh do të duaj? Vendosim madh zot po. E ka sjell Zoti në jetë dhe i takon atij për ta marrë, kështu që dhe unë jam shumë kundër kësaj gjilpëre për ta bërë. Më fal, një njeriu ja bën gjilpërën, jo nuk ja bëjmë. Pra i lën të vuaj ato, domethënë të shijoj ditët i deri në fund. Mos e lër të vuaj. Është kod, domethënë, nuk mendoj se ajo gjilpëra është shpëtimi. Pa parajgjykim patjetër, por nuk e mendoj se zgjidhja ajo. Po kur vuan në të njëjtën kohë si bie, nëse ndodh një rast që ai po lëngon në shtrat aty. Për këto raste. Okej, mirë. Që janë të paralizuar edhe ndodhen ashtu në shtrat, në këto raste që u bën, por gjithsesi unë përsëri them nuk jam. Zoti i bekoft të gjithë njerëzit që dinë të ruajnë dhe të mbajnë dhe të kujdesen dhe të japin dhe të falin dashuri pa kushte kundrejt kafshëve. Unë kam thënë një person që do kafshët, nuk është përse negativ. Po unë kam Alfon time, Alfa ime është bërë famous. Angjeli patjetër, Alfa ime është bërë gazetare njësoj si unë, më shumë se unë. Po s'ka kujtin gjë Alfa që flet më shumë se ty. Të bën vetëm të bën më të mirë, një kafshë. Të bën një njeri më të mirë dhe me zemër më të mirë, domethënë dashuria që marrim nga ata është e pakra. Atë biskotën, për shembull Alfa ime bën çik kështu si Android kështu. Kurse Perla të na tregon se faqen me putur, të jep dorën,
Duam biskotën, tani, Perla është pastaj dashuri. Më thëmë të shpjegojmë temperamentin e gjithë secilës, këtu duhet rrimë emisionin. E mora vesh se u kuptua pak a shumë. Renata, të kesh një kafshë ka dhe shpenzime, domethënë sidomos ti kesh 4, si ti, se ne kemi nga 1, po të kesh 4 patjetër që janë shpenzime. Zoti, e e kompensimit në forma nga më të ndryshme. Në pandemi unë zbulova 3 zanate motor. I pres flokët vet, i lyej vet, i bëj thojt vet, nga epilimi deri te kozmetika. E kam bërë shtëpinë si sallon bukurie. Shumë mirë, super. Edhe këtë lloj shpenzimi që unë do ta bëja për veten për sallonin bukurie, e kam falas. Grumerja merre në treg Renata Caci. E va fare, shikoj, të kanë ndihmuar. Shpenzoj tek qenë. Pra, ti do të thon pjesën e kozmetikës, pjesën e të dukurit, të paraqitjes performancës e mbulon vet dhe gjithë dedikimin pastaj financiar u kushton qenushve të tu. Domethënë aty që mund të harxonte te grumeri, plus është edhe një gjë. E kompenson. Është edhe një pjesë tjetër, pjesa estetikës, self-made është. Të merresh me veten pa self-love. Është një lloj terapie tjetër, kështu që unë bëj më shumë qef. Gjithashtu dha. Jo për kursim, të betohem. Unë bëj pa sepse ne vipat kemi edhe këtë Vipa si jemi ne motor. Personazhe të njohur. Vipa. Persona publik, po. Janë tani. Vip është mia ime. Po, ashtu. Edhe te kita ime. Ja, personazhe, po. Eksaktësisht. Duhet të jemi të kujdesur, të mbajtur gjatë gjithë kohës. Shumë kaq. Në top form. Që ti je aktualisht në top form, je shumë mirë. Pak. Merresh në palestër? Heci shumë, kam filluar të eci shumë, por kam një javë që e kam lënë të ecrën se kam marrë makinën edhe. Po kështu me qenushat, ju bën shëtitje patjetër. Qenushat ka një super obor, plus ke oborin shtëpi private, ose bukur. Brenda Tiranës mundon të nxjerr qenushat, sepse duke qenë se hedhin helmi me apo ka dhe qenusha të tjerë mund të zihen i ruaj. Të kam parë shumë herë gjithashtu në këto shoqata organizime sensibilizuese që bëhen për të drejtat protestat e kafshëve, dhe ka qenë shumë gjatë gjithë kohës prezente. Një zë përfaqësues, Renata, duhet ta themi kudo në çdo protestë. Dhe sa mirë kur njerëzit, domethënë personat publik, i bashkojnë këtyre kauzave dhe sikur i ngron dhe i sensibilizon akoma më shumë masën e njerëzore për të përqafuar dhe për të mbrojtur rrugën e kafshëve. Janë gjithë personazhet publik të tillë, domethënë, sepse të jesh një personazh publik mbar të mbi supe edhe një audiencë që të ndjek. Dhe në momentin që ti e jep atë mesazh shkon tek publiku, e bëjnë të gjithë këtë. Janë të gjithë të ndërgjegjësuar për shembull personat publik. Japin mesazhe kundrejt të mirëmbajtjes së kafshëve, mos keqbërjes së kafshëve, nuk janë të gjithë kështu. Jo, absolutisht. Kemi shumë pak në fakt persona të cilët dalin në media apo në Instagram dhe reagojnë. Po të kishte më shumë, do ishte më mirë. Dëgjoj, për mos të folur Angjel se hajde, me që se jemi dhe pa filtre pa dorashka, më kanë gjuar veshët dhe syt më kanë parë që personazhe publik, nuk po duam të cekim emra në këtë rast, hajt më, megjithatë s'ka problem. Kanë marrë një qenush, e kanë marrë si aksesor, si dekor, kanë bajt një periudhë kohe dhe pastaj kanë falur diku tjetër se as e kanë pa takatin për të marrë me të. Kjo tregon që neglizhenca, indiferentizmi dhe gjithë ajo dukja për të patur një qenush nuk është sa bukur del në fotografi. Narcizëm. Janë pjellën e tyre kur të bëjnë fëmijën e vet me 2 këmbë, do ta bëjnë këtë lloj gjesti, jo. Ky është egoizëm, zemra është smundje. Që duhet të dim të dalin tani. Por të dukur, 1 dhe 2 janë të ligj, pra. Dalin atje tek shpirti, sepse një qenush nuk është një pellush i bukur, jo, ka nevojë për kujdesje dhe duhet trajtuar si një pjesëtar familje. Patjetër, plus që ato të fani dashuria është çdo ditë për ata. Kokra rrallë, nga që nuk është se kam ndonjë mendim shumë të pastër për këto kokra. Kokrat, po. Nuk e di. Ata firma më shtroj prap. Nuk i kam parë me si ne që kur ndonjëherë që ham gjëra të hermetike të konservuara që nuk janë të këshillueshme, po sa më shumë gjëra bio aq më mirë është. Ato han mish, nuk ha faktikisht, vetëm longun e mishit se ju janë gjithë atyre. Lani radhës, seriozisht është këti. Perimet të zira vdesin për brokoli, këto karrota, këto gjëra mishin. I kam mësuar. I han perimet, alfa i han perimet edhe kockat, longu do të thonë logu i kockave dhe mishin. Plot vitamina. Sigurisht ato janë bërë. Shikoj, unë mendoj që po të vazhdojmë kështu, do ta mbyllim emisionin vetëm me kafshë sepse jemi tre animalistë. Ne di çfarë mbyllim kafshë, flasim për kafshë. Vetëm për kafshë do lëmë një emision tjetër për këtë. Për të smagur asaj. Ideja është jo, pyetja ime është që ku do del ty koha dhe si e menaxhon ti kohën ti bësh të gjitha këto. Në ekran. Okej, po pra ne këtu kemi të bëjmë me 3 personazh të rëndësishëm që jo vetëm i bëjnë emision podcast, tregojnë sa bukur din të flasim të dukemi, por zgjohemi në orën 5
4:30 të tjera? 4:30. 5:30 çohem unë po ti? 5:30 dhe unë se punoj në një emision mëngjesi prej 3 vitesh, kështu që mëngjesi patjetër. Unë jam them gocë e hershme, më pëlqen të sezojmë herët. Është dinamik. Për mua është një lloj dinamike tjetër. Dhe ti jep disiplinë, të bën më të disiplinuar. Po, disiplinë dhe i mbaron punën të vetë, i mbar dhe i mbaron pastaj kur thua, i mbaron I mbyllën gjitha punën. Po. Tani, të kemi parë në prezantim, të kemi parë si aktorë, të kemi parë si këngëtare, të kemi parë si moderatore. Në të gjitha këto profilet ti ke shkëlqyer. Ku e shikon veten më mirë? Kulmin tënd më të madh ti ke patur në Portokalli apo jo? Në aktrim, të flasim pak për personazhin. Ajo është më interesant, po më shumë. Që gjithë Shqipëria e ka njohur ashtu. Renata. Gjatësi si personazh. Si rol, aktrimi. Jo, nuk dua të them aty. Kam qëndruar më gjatë, prandaj ndoshta duket si kulmi i karrierës, po që vërtet po kam goditur atëherë me atë personazhin. Po se di tash. Si erdhi ai personazh Renata? Ua, ke harruar ta bësh? Jo, jam kurioz. Jo, thjesht nuk ja Si erdhi, si u krijua ai personazh, domethënë mban mend atë ngjizjen e parë që ka pasur Luzja. Po, para pasyrës bëja goxha. Po imitoje dikë? Imitoja. Jo, ajo është personazhi i krijuar. I krijuar vet. Është personazh i krijuar vet, kështu. Dhe e the para pasyrës, sa dile para pasyrës, dhe ashtu e ke krijuar. Nga pak, me ca grimasa, me ca mimika. E kështu erdhi. Po ti s'ke patë vetëm Luzën aty, ke patë edhe personazhe të tjera. Po që kjo ka qenë më prezente në vitet e mia në atë spektakël, edhe u bë pak më shumë e famshme se personazhet tjera. Një aktore mirë Renata, është e lindur një aktore mirë apo e bër nëpërmjet punës një aktore mirë? Të s'di ta ndaj dhe ta them unë. Si është, puna jote është autodidakte më shumë? Jo, dëgjoj, arti është i lindur. Edhe unë këtë mendoj. I lindur, po s'pate prirje puno sa duash, mendoj unë. Po ka dhe nga ato aktor, këngëtar apo artistë çfarëdo llojshëm që janë dembel, po që shkëlqejnë. Po që janë dembel dhe shkëlqejnë? Janë dembel, nuk punojnë fare dhe kanë talent, ja u ka dhënë Zoti. Ka dhe të tjerë të cilët përtojnë të punojnë edhe pastaj lënë veten në vend dhe ka pas edhe periudha që unë kam qenë shumë të drejtë. Renata, sa vjet ke qëndruar në Portokalli? 12 vjet, wow, më shumë se një dekadë. 12 vjet që ke shoqëruar spektaklin e humorit dhe gjithë publikun shqiptar. Ti s'ke një makinë forestrad, nuk ke një shtëpi. Ha, ja, këtu më dil, po si ka mundsi, Me djerë zemra ime nuk bëhet asgjë. Sa pa filtra. Shëmëra goja duke thënë. 10.000 euro ta kem unë rrogën në muaj, doja gjej vrimen për 3 orë. Ja, ua, aq shumë ke për mbyllë. Tani vrimat të mbyllura i kemi, besoj po. Është pa filtra dhe këtu tek ne pranë çdo gjë. Ja, dhe ca që duhet mbyllë. Si ikën në shpirt, ikën shpejt. Po si ka mundësi kështu? Si dhe ja bëjmë që të jemi kurse na një çik na dalin në një gjë më të shkretën. Vetëm të më dalit jetoj mirë. Po edhe ndonjë gjë më njan ta kemi për një ditë të keqe. Si ato si po fillojmë tani si ato plakat. Çaj nadë që moti. Nëse, okay. Lezetshëm këtu ky bashkëbisedimi. Mua më pëlqen shumë podcasti. Kam pasur një podcast. Jemi kështu të lirshëm. E ke pasur në show, po. Në radio, po. Si u ndjeva aty? Karrierës time ka qenë pikërisht ajo koha kur unë bëja podcastin tek RTS. Me politikanë. Dhe nuk e di, po politikanë që të zhvishen aq shumë nga petku i politikës, unë nuk isha pa realisht. Renata e ka bërë. Renata çfarë na ke dhuruar atje? Ka shumë humor, domethënë të marrësh humor nga serioziteti një politikani, kjo është, nuk e di, kjo është perfekte. Si arrije këtë? Si në shtëpi, domethënë, në karrierë nuk kërkoja asgjë tjetër, vetëm të kisha një gjatësi të këtij podcasti, po siç ndodh të rëndom në Shqipëri. Po çfarë ndodhi me këtë? Ndryshojnë drejtorët e radio televizionit. Nuk ka lidhje vetëm drejtorët. Kështu është ngrit sistemi tani kudo, edhe aty. Kjo është një fatkesi. Më pëlqen shumë ai televizion faktikisht. Unë jam rritur. E them nga eksperjenca, 5 vjet dhe unë aty, po. Jam rritur me atë televizion edhe që e vogël, të gjithë televizionet për mua janë. Në çfarë moshë ke hyrë televizionit kur ke marrë pjesë? Kemi edhe News 24 që është televizioni informacioni, por e mbush dhe me spektakël. Domethënë, ke variante sa të duash. Por të shoja radio televizioni publik shqiptar, vetëm ato kishin nëna e televizionit pa rritur me ato, kështu që ndonjëherë
Mendon se është një defekt i televizionit publik shqiptar, radio televizionit shqiptar që sa fillojnë që të ngrihet, le ta themi, ose të krijojë një bazament saktuar e përmbys direkt. Për shembull emisioni jot realisht jo se jemi të qeshim seriozisht. Ka qenë shumë bukur, dhe unë mendoj që ai emision duhet vazhdonte. Me kë ke qeshur seriozisht aty? Me kë ke qeshur më nga ato seriozisht aty? Pse ndërpresin? Jo doja dilja këtu, pse ndërpresin kontratën? Çfarë gazetarë është zoti madh? Janë gjëra që më përkasin t'i them publik. Je mërzitur? Po patjetër. Patjetër se. E doje, e shikoj afatgjat atë projekt, po. Ishte një podcast shumë i lezetshëm. Ndjesha shumë rehat, stafi ishte shumë i mirë. Ço bëjmë? Urojmë që ta rimarrësh, ose aty ose në vend tjetër, por që s'ka më podcast kështu. E kuptoj. Po, e pa mirë, do fry një herë re tjetër edhe natë herë të re që do shumë, ndoshta edhe gjendemi andej që ndodhi dhe janë aty prezente. Është për podcaste. Po. E lezetshme. Faleminderit shumë. Po aktualisht jeni në një negociat për ndonjë projekt televiziv apo çfarë do ke bërë? Ndonjë film, në teatr, në televizion, ku? Po? Televizion, por nuk dua ta them tani. Okej, mos na e thuaj. Surprizë për festa. E rëndësishme është. Do i shikojmë Renadën. Okej. Unë do jemi ftuar besoj aty? Jo, zemër nuk është me të ftuar, nuk është me artist. Me çfarë pas dore? Por unë do jem moderatore sigurisht, por që një lloj profili që është ndryshe nga profilet e tjera. Do jetë stand-up? Jo, do ta shikoni më mirë. E bravo. Okej, mos flasim më. Që radio, pastaj mbetet dashuria e parë për mua radio. Kam punuar në Radio Tirana. Shumë vite. Vite përpara, pastaj u desh të shkojnë në Portokalli, pastaj u riktheve prapë në radio. Televizionin shqiptar ka qenë çish herët, a? Nuk e do rikthesh sërish atje. S'të ndahet zemra apo jo? Nuk më ndahet zemra, po varet kush na hap derën. Këto probleme që ndodhin aty, që na kanë ndodhur gjithë me ne, po. Si ka, por më mirë do drejtues institucioni, shpreh respektin tim, do të shikoj neve një çik të na preket interesi do thuash. Jo interesi, të jemi në një post drejtues na ka paniku për gjëra të vogla, imagjino një drejtor apo drejtoresh institucioni sa grerza mund t'i vinë në vesh, por gjithsesi çdo drejtoresh duhet hapi syt për talentet dhe për njerëzit që vërtet një institucioni kanë thirrje kjo. Me vite, thirrje. Kemë edhe unë kësaj thirrje, po. Televizion publik shqiptar. Kështu që kam shumë respekt për zonjën që po e drejton. Po. Tani çdo njeri mundohet kur ulet në ato koltuk ta nxjerrë një dritë institucionin, po nuk e di. Domethënë, në momentin që unë nuk punoj vet aty, nuk kam interes as ta lavdroj, as ta shaj institucion. Unë kam një gjë të mirë, ma kanë thënë të tjerët. Ke ikur nga topi, të përzun çon si ka, nuk punon më të shëja. E më the të thash, më pëlqen më thon mua sepse ti nuk bën kurrë deklarata negative për asnjë lloj drejtuesi apo institucioni. Po. Nuk më shkon për shtat që unë ta bëj një gjë të tillë, sepse nuk është se karriera ime lind dhe vdes aty. Jo, absolutisht. Eksakt, po. Unë i kuptoj shumë mirë drejtuesët e institucionit, presionet që kanë ata. Që mund të them edhe diçka tjetër, që pislikun e bëjnë të vegjlit. Në rrethet e vogla vicioze, klanet që krijohen, ku e di i madhi që bën i vogli. Eksakt. Ndikon edhe kjo në masa kërcej mint, po, nuk e kam për të shën fare. Në përgjithësi, po, për media. As për topin çon si ka, ideja është kujt i djeg le ta mbaj se e kam në përgjithësi dhe si parim që në për kolektive të mëdhaja apo në televizion kudo që ti të punosh patjetër këto klanet, grupet, klanet që krijohen, po. Janë ekzistente. Gjithmonë burojnë nga të vegjlit. E vërtet është, po. Në shumicën e rasteve i madhi nuk di se ç'bën. E beson gjithmonë prezantimin e parë si shkon ai tjetri, për shembull më prezanton mua. Ua. Pa të drejt autori, pa të drejt konfidenciale, pa të drejt në çdo lloj pune ka dhe në çdo lloj institucioni, por në media është përhapur më shumë sepse sigurisht zëri më i lartë ndihet në media. Ekrani është prezantimi, kështu që a mendon ti që ka ardhur një epokë, një erë e re momentalisht dhe nuk po ndiqet më televizioni, por fokusi janë podcastet?
Po dhe unë dua ta shih. Çfarë do ndodhi? Sepse e di çfarë? Unë kam Zili tani dua të një podcast. Je di tash na e thua. Okej, dëgjoj. Renata. Po. Okej, më fal, ndjes, më fal, gjithçka. Jo, ta bëj një sekondë. Ora, që po një sekondë ta bëj vetë pyetjen, duro. Dëgjoj, se të rref ajo. Se kemi pa filtran edhe mund zihemi, ha? Edhe mund të jepim ai tavolinës tani. Nuk është stabil. Lutem. E di se ta bëj pyetjen, e bëj kështu. Sepse duke qenë se ti je futur shumë e vogël në televizion dhe ke e njeh klanet, i njeh bryllat, i njeh backstage-et, stage-et, në çdo lloj roli je vendosur dhe dua të të pyes. Është tani momenti realisht për një podcast apo ndoshta në një të ardhme apo ndoshta aty të vjen keq që mund të shkputen një ditë nga televizioni. Domethënë televizioni merr fund. A ekziston, a mund të ekzistojë kjo? Podcastin e kam prekur, kështu që kam të hapur dhe këtë fushë beteje. Jam e përgatitur për të bërë point. Jam e përgatitur për flokët. Ja, ke kështu armë rezervë këtej. Do mos në fushën e medias duhet t'i keni mish këto armë. Duhet t'i keni. Për das ma fitoj lek. Unë jam e përgatitur për një të ardhme, le mbyllet televizion. Të mbyllet televizion. Nuk të vjen keq? Le të mbyllen, interesin tim nuk e prek. Se po thotë që unë ditë bëj dhe gjëra tjera dhe patjetër që në je multitasking edhe ti i di zgjidh vetë hallet e vetes tënde, s'ke nevojë. Patjetër që mundesh. Si do mbyllin televizionin s'ka shans. Jo, nuk mbyllet, media tradicionale s'besoj se mbyllet, por gjithsesi një vrull të jashtëzakonshëm po e marrin sot rrjetet sociale, YouTube, ndoshta se janë më pa filtra. Audienca, po. Do ik marketingu dhe domosdoshmërisht do sfumohen. Po. Mund të ngelen vetëm 2-3. Kaq. Edhe duke u kapur për flokësh në përdyert e televizioneve kur të fillojmë më parë. Jo, edhe mua intuita si peshk që jam realisht më çon këtu. Kjo mund të jetë e vërtetë. Unë për herë të parë kur bëra podcastin e ndjeva sikur kisha bërë një 10 vite podcast. Më erdhi shumë natyrshëm, kisha shumë kimi me këtë lloj formati. Erdhi shumë organike. Renata apo te kënga? Do mendon se do shikojmë Renatën sërish? Po, gjithmonë kam qenë bllokuar për këtë lloj fushë. Po pse zërin e ke për shembull? Pse? Po, kam pas marrë pjesë te këngët e Stinës, kanë qenë dikur këngët e Stinës, kanë qenë top festet që bëheshin dikur, kanë qenë pjesëmarrëse. Të ka marrë malli për ato top festet? Ja. Top festet? Ja, s'ka marrë. Për këngët e Stinës, po. Çfarë mban aty te këngët e Stinës? Ose çfarë mund na kujtosh në një detaj, në një emocion, në një moment që ti e shikon që mund të kesh zëlluar më një moment që ke zëlluar më shumë midis gjithë këtyre të tjerave, që më mban ti kulmin tënd në këngë, po. Ke ndonjë këngë tjetër, s'ke ndonjë këngë? Asnjëherë? Era fjala, unë duhet ta kisha nisur në fakt. Me ikjen e shpatit nga jeta, Kasapit, ai ka qenë për mua një mik i mirë. Wow. Janë emocione, ha? Po, dhe vitin e parë që unë kam marrë pjesë të këngët e Stinës, aty e kam njohur shpatin, ai fitet çmimin e parë. Që në 2000-shin, nuk e di, më thëmë sa i bie. Dhe kam dashur shumë. Të shkoj të përlotur Renata edhe e di që janë emocione kështu se. Patjetër dhe Shqipëria të kishte diçje për atë njeri. Ai nuk ishte vetëm artist, ai ishte ëngjëll. Unë që e njeh nga afër. Ai ka qenë njeri mrekullueshëm. Ai s'duhet ikë. Për shpati në fakt e gjithë estrada shqiptare flet kështu edhe vërtet një njeri shumë pozitiv që transmeton tek këtë gjë edhe nëpërmjet ekranit edhe patjetër që ka lënë një mungesë shumë të madhe në fakt në tregun shqiptar, artistëve, publikut edhe të gjithëve. Kush ka qarë për atë? Na le pa fjalë se nuk e prisnim këtu. Se kujtoj atë njeri lotën më rrjedhin kështu. Thonë as për të afërmit e mis kam qarë. Nuk e di pse. Ka shumë transmetues i energjisë shumë këtu. Si vëlla, si mik, si shok, si ishte jashtëzakonisht i gjendur, nuk e pash njëherë që ishte i rrezikur. Dëgjoj, a shefë diçka i brenda vetes, se shikoj. Nuk dua. Se njerëzit që rezonojnë mirësi dhe buzëqeshin, diçka fshehin, se sakrifica pafund, sfida kemi të gjithë ne. Kemi hallet dhe sfida. Si arriti ai ti? Më kanë bërë të ndjeshme për shembull sfidat dhe hallet. Ai i mbante për brenda, nuk i tregonte, vetëm qeshte, mirë, po kur i mban gjërat për brenda. Është më mirë ti shprehesh, mendon, E shikon që podcasti ndonjëherë të bën mirë dhe është shërim truri dhe shpirti për njerëzit që mirë është të dim dhe t'i ndajmë. Po. Emocionet, sikletet. Kemi pasur një lidhje të ngushtë Renata, është e vërtetë, edhe po e di, e kam vërejtur. Edhe kemi pas dalë shumë më përpara.
Po tani gjithsesi. Edhe në media është dukur kjo. Edhe kjo jeta në ndau pak distanca e gjërat, kështu që por do ta kujtoj si një mik shumë të mirë, që gjithmonë më thërriste motra dhe unë kisha një mbështetje shumë të madhe, qoftë morale, por edhe në karrierë. Sa vështirë është gjesh njerëz që janë shumë vërtet. Njerëz të mirë sot, në këtë botë që gjithnjë dhe më shumë po shkon drejt materializmit, interesave. Kur dikush të mërzit të kujtohet, ata kisha shpatin afër të ngushtë. Ashtu, wow. Ju pres shpirtin paqe. Të gjithë e komunikojnë këtë gjë patjetër. Edhe i paharuar qoftë kujtimi i tij dhe më mund patjetër me këngët edhe me hitet e veta që nuk do të vdesin kurr. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në skenën shqiptare dhe përtej saj. Valle Kosovari nuk e dia do të ketë më të njëjtin është kontribut që nuk ka për të. Por që arti këtë ka, domethënë që artisti është i pavdekshëm me artin e tij. Eksakt. Patjetër që kjo do të jetë kështu. Edhe Maqedonia duhet ta bënte faktikisht. Po pse nuk ndodhi kjo gjë? Nuk e di. Nga ana sipërfaqësores aq sa arriun të shikoj. Ato që nushët sigurisht të kanë bërë punë dhe janë të pasvendësueshëm, por unë do të pyes ti nga ana sentimentale, emocionale, në një raport nuk dua fare të flas për jetën fare intim zero. Kështu që kalojmë direkt tek rubrika që kemi përgatitur miq. Talirat, okay. O jemi të lodhura motor, dua të punoj të shkoj në shtëpi të rrim ato që nushat edhe ka. Je rehat, të shijon ai moment. Për jetën private gjithmonë kam qenë hermetike, s'kam dëshirë. Okej, shumë hermetike, pak e rezervuar. Jemi gati në këto momente për rubrikën tonë zgjidhem lidh miq, kështu që fillojmë direkt. E duron kritikën? Po. Nervozohesh shpejt? Po. I beson intuitës tënde? Okej? Ke frikë nga fluturimi? Gjitha për po. Po, çan nga emocionet kur sheh filma? Jo, ka mos se një artist apo jo? Apo nga që e njeh të backstage-in e di se si prodhohet? Jo, nuk ka. Jo, okay, ndjelim dhe jo, ja, okay, mban sekretin? Mban sekrete kështu? Që ta nxjerr jo. Okej, se na trombe. Se do pak na trombe. Ke marr vendime të nxituara? Ja, çketi ti nuk e hap zor të barkut po. Jo, mirë, okay, ja, po hajde të tentoja unë ta hapja. Unë të mijat nuk e nxjerr të tjerëve kurrë. Ke marr vendime kështu të nxituara ndonjëherë? Po. Mendon gjatë para se të flasësh? Pra je pragmatiste kështu edhe para se të veprosh? Jo. Po shkoj te joja, po të dyja i kam, po tash jo po jo se. E kuptoj. Mendojmë shumë. I shmangesh konflikteve? Apo ju del ball? Po, okay. Kursen kështu para? Je natyrë kursimtare? Po. Kam filluar se kam qenë dorë çpuar. Sa mirë. E kuptoj. Beson kështu te fati? S'na del me motor me kursim. Beson te fati? Po. Beson tek fati. Mirë. Radha për kolegen tani. Po atjetër. Kam pirë alkool para spektaklit në Portokallis. Ke pirë shoca alkool? E ke bërë? Para spektaklit? Të Portokallis. Jo. Për entuziazëm, për ndezje, për karikim, për shu? Absolutisht nuk lejohet njerë. Absolutisht. Shumë jo herë. Sa mirë. Se thonë që shumë artistë për shembull marrin ndonjë shoc për të nxehur jo, a? Edhe dalim aty me gjysmë talent është talent. Mos bëjmë ndonjë lapsus ndonjë gjë, jo. Okej. Kam parë me adresë falso Instagramin e ishit. A ke bërë ti këtë? Ja. Po, duke që nga fytyra reagimi jo, ti fytyrës ishte. Qa tha kjo? Jo më t'i kthej përgjigje. I kam dhënë dikujt këshillën e gabuar. Ja ke dhënë dikujt këshillën e gabuar? Këshillën e gabuar. Këshillën e gabuar mbase pa dashje, po. E ke bërë. Kam përdorur furçën e dhëmbëve të shoqes. Okej. Kam vazhduar një lidhje edhe pa qenë e dashuruar në të. Kam përdorur famën për të përfituar diçka. Wow, se ke bërë? Famën për të përfituar diçka? Për një marketing, për një reklam, për një... Vetëm kur më thonë vetë. Flas një marketing, një reklam. Ta shfrytëzosh, po. E ke shfrytëzuar? Po, shfrytëzuar. Po jo me qëllim. Kur më kanë thënë kam shkuar. Shumë mirë për përfituar atë që ti të intereson. Thjesht të ofruar. Më janë ofruar. Kur më ofrohet pse jo? Do të thonë i bie po. Po, shumë sakt. Nuk kam folur me shoqen për 3 ditë. Shoqen tënde të ngushtë flas në këtë rast, me shoqen tënde të ngushtë. Po. E bën patjetër. Kam luajtur një rol me kolegun ose kolegen që jam zënë për lesh koke, kjo është në 4 thonjza që mund të jesh gric.
Të ka ndodhur të ndash skenën? Po. Ndan skenën, ndan filmin. Në skenë dhe në film duhet të heqim palltot e hallave, të lëmë të bara. Sa e bukur kjo, po. Edhe është komplet realitet tjetër, nuk e çfarë. E kuptoj. E kam thënë që jam single ndërkohë që kam qenë e lidhur, apo asnjëra nga këto dy, apo ose jo? Ku e di unë? Renata, këtej nuk që nga asgjë kundi, te pa filtra, shumica nuk e di pse kështu. Dhe ndërkohë, ke parë kolegun që ka tradhtuar, por nuk e folur dot se mund ti mund të shkatërroje gjithçka. Po. Edhe tani miq do të vazhdojmë me një rubrikë tjetër e cila quhet Përgjigju ose pije. Renata, nëse ti nuk do të japësh një konfirmim në këtë rubrikë, do të detyrohesh të pish raki. Dhe tani erdhi momenti miq i kësaj rubrike shumë bukur në fakt, edhe do të shikojmë se sa e vërtetë është Renata. Tregoni emrin e një personazhi publik që nuk e meriton famën që ka, vetëm emër pa përgjigje shumë. Kush do përgjigjet? Unë preferoj të pi raki. Ta marrësh ti, ta marr unë. Po ti do përgjigjesh? Emër dua, vetëm emër. Po janë shumë anjë, Jo, janë e shumë. di që është shumë, dua një emër mbi emër. Raki Rushi është. O, Angjeli. Rusi e ti. Shikolla. Ha, oj, Gjelior, nuk guxove. Okay. Lëre se po fillova unë pastaj. Po emër nuk e mirë. Tregoni një emër që është bërë i njohur vetëm fal burrit ose gruas së saj. Ose ti. Që la mirë për atje. Është mirë, dëgjoj se po na Do e desh. dejmë Renatën e besoj që deri në fund do e ke zëra kja do e thotë ndonjë gjë. Apo jo, a? Tregoj një sekret që nuk e ka treguar askush dhe të ka habitur. Tregoj unë një sekret? Që nuk e ka treguar askush dhe që ti e habitur shumë nga ky sekret. Shumë e vështirë si pyetje. E të vështira në gjitha. Çfarë sekreti ke dëgjuar ti që të është dukur i çuditshëm? Në lidhje me çfarë për shembull, me nuk mbaj mend jetën, nuk Po më për mend. prit kraki, ja. Jepi pak kraki të Renatës. I biesh gurt. Si ke marrë me alkool i mirë? Ja pëlqen. Të shikon. Të gjithë e pëlqejnë bëjnë si Okej. të virgjë. Ah, ma pi alkool e fusin kokën poshtë apolinës. Okej, fusin. Shish, kthej shishen. Cila është gjëja më skandaloze që ke Po. parë në botën e showbizit? Gjëja më skandaloze që ke parë në botën e showbizit. Tu do e thuash një gjë ti. Kemi parë tani këtu. Skandale kemi parë plot në ekran. Skandale ka Qanë për bërë? gjithë pse? Duhet përfshirë një emër të përveçëm. Ke bërë dhe ti po thua skandale? Ke bërë ti një skandal? Ku di unë ku quhen skandale ti? Po, një që e percepton ti si skandalin tënd më të madh për shembull. Ja. Nuk e bërë skandale. Nuk u skote skandale. Mirë pra. Po un kam bërë skandale. Ke bërë ti? Po, Cili është i kam skandali? parë gjithë. Kam rraur, kam I ka me rënë tak. njerit me tak në Tak në kokë. kokë. Kam kthy fjalë, kam thënë një fjalë ofenduese A kështu. shumë në got në lokal. Në ngop me e ke fytyrën fytyrë. kështu në një çiguj, kështu fytyrës bab Shumë kështu. zë situata tani miq. Atë dolëm në pane tani mirë. Ka gjë. Gjithmonë ndodh, mua më ka ndodhur në abort shkollës. Po mos fol dasim për gjimnazin pastaj, bëllëre. Sa habet muhabet Në tjetër. abort shkollës ka ndodhur me mua. Mhm. Kush mendon se është VIP-i që ka bler followers në Instagram? Nuk e di. S'merrem para. Ja një glejk tjetër, ti ke ndonjë emër? A ndonjë VIP që ble followersa? Edhe ka, po. Të përgjigjem mu, ka shumë VIP-a miq Ka që shumë, blejnë pra. followersa, shumica i kanë të blerë followersat, kështu që besojni shumë pak rrjeteve sociale se janë një fasadë. Edhe një pyetje të fundit Hajde. miq, tregoj një situatë që ke eskaluar në dhunë. Kam kaluar unë në dhunë. Një situatë. Ku ti thua dhunë, ti psikologjike apo fizike? Po edhe psikologjike dhunë është, patjetër. Ka shumë situata dhunë psikologjike. Unë nuk është kollaj të bëj dhunë psikologjike, do më detyroj dikush që të arrijë deri. Duhet ta dëgjëroj Renata sepse jo Kështu që gjithmonë. jo gjithmonë. Dhe jo lehtësisht kalon në dhunë. Absolutisht. Shikoj shumë punët e mia në momentin që i shikoj punët e mia më shumë se ç'duhet, të tjerët se durojnë dot këtë sepse s'rrin të Ah, patë sa rricur. mirë. Edhe të ngatrohen me shkopinë nëpër këmbë. Gjëja dhe përgjigja më e mirë është bëj sikur si shikon dhe ec përpara sepse vetëm ashtu i bre do lodhet dhe sprapsen vetë. Ti njërosh në heshtje, po, absolutisht. Mund të na këndos diçka? Këngë. Po këngët e fundit herë unë s'fiksoj asnjë. Jo, nga të Unë fiksoj parat, këngë para kur viteve bën 90. retrospektiva, aty ku Po, ku para ke viteve qenë ti. 90. Bësh e Shuria, por kënga ka dhe strok, por ka dhe një refren. Jo nuk të haroj, kam të lek të
sot dashurinë e parë. Jo nuk e haroj, mos më thuaj s'më kujton, asnjëherë do ta besoj dikur në ëndra, do të vi vetë të takoj. Kjo ishte. Kur Renata këndonte. Renata të këndof shpirtit, këndon zemra dhe realisht na këndon sot shumë emocione. Ku të buron, si të buron. Nga shpina talenti, nga veshët, nga syt. Nuk di çfarë. Gjëja, se natën e lartë ne e kapëm. Shqipëria ka një gjë të keqe, që këtu s'paguhesh. Problemi këtu, ha. Paguhesh, Por jo në me shifra gjëra që vogla. ishte do të Shifra shumë vogla. Çfarë do të bëjmë për këtë, do të kërkojmë të drejtat tona. Po të hapim një GoFundMe. Qa meti? GoFound. Okej. Për qerpik falso. Okej, e lidhim me mesazh Renata, jemi në fund sa Sepse ndonjëherë na bien qerpikët nëpër lokale. nisim me këtë batutja zakonshme. Renata, një mesazh për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur. E mbyllim. Vajza, ju lutem, kur të ngjisni qerpikët, merrni ngjitës të fortë. Se mund të bëheni melankolike një moment dhe kërkoni qerpikët nëpër xhepat e pantallonave. Kjo ishte për batut, një mesazh. Të kemi shëndetin. Po, shëndetin. E thash me të qeshur, po është vërtet alarm. Njerëzit e kanë konsideruar të fundit shëndetin kohë. Edhe po merren vetëm me llafe. Tha ky kshu, tha ja shu. Pse shko puno ti, pse mos punoj unë? Iko vlla më lëre hat. Edhe ne mërzitemi, do të ndikohesh nga ato gjëra. E kupton? Duhet të ecim përpara, të injorojmë çdo lloj toksiciteti, çdo lloj njeriu negativ që na prek rezonancën. Po, Edhe edhe ndodh shumë kohë e fundit. Dhe duajini më shumë kafshët, stop dhunës ndaj kafshëve. Shumë mesazhe të bukura, mesazhe plot me vlera dhe patjetër që arrin të sensibilizojnë të gjithë publikun. Faleminderit Renata për gjithë emocionet sot, na emocionove, na argëtove, por patjetër edhe na përsolle kështu ritme muzikore. Shumë faleminderit. Suksese pafund. shihemi në Edhe puntatën juve. e radhës. Mirupafshim miq. Pashim. Woo!